Problemet më të mëdha që i kemi pas, i kemi me familjarët, se su përmend deri më tani, se kemi disa dhjetra familje të cilat nuk e japin mostrën me që përmendi prokurori për Adën. Shumë interesant, nalë që tu, qka është arsyeja pse familjet nuk e japin mostrën? E përmendi edhe zoni Ademi edhe në disa intervista, kemi ndërhyrjen e njerëzve sekser të cilët i kanë shfrytzuar momentin e njëjtë. Ata fare mirë kanë ditë, por ata nuk i kanë bërë ato gjëra pa pas dikon nga familja apo nga qenësia. Rastet kemi Xhabarit e shumë rastet të tjera, si në Ushtren, Mitrovice, këtë Kosovë, të gjithë kanë dhënë lek, po në Prizren e gjithë ka. Se i kanë mashtruar do thotë me gjëra të cilat janë joshëse. Po çush lidhet kjo me mosdhënien e Adënës? Tash të kthehemi, kur i kemi marrë ata, edhe në takimin e kemi hap, do thotë në takimet e përbashkëta me palin serbe, që janë disa sërbë të cilët vinë, marrin të holla, edhe me qenë se me 30 qershor, Beogradi tha s'ka më persona gjallë, zyrtarisht do thotë e morëm konfirmimin. Por ata i mbanin varë se ka burgje private në Serbi. Edhe i thonin mos gaboni me tregu se i vrasin. Por, me përvojt gjate, ajo çështja e dhimbjes, në gjuhën angleze thonë hope apo shpresa. Shpresa është një e pritur që ta do zemra. Disa dojnë me jetu me ata që janë të gjallë dhe me ju këthi. Thjesht, ata na thanë, bile parja Sërbë na thanë, dërgonaj emrat e tyre, merrni për familjarëve, na të mirë me ta në Serbi, kush janë ata çka janë këtu bë. Është e pamundur me marr, se i mbajnë do të thotë sekret. Pra thjesht kanë dëshirë të si të qëndrojnë me shpresën se janë të gjallë, edhe është e pamundur të disa familje të ndërhyret, sa i kemi lutë për me dhënë mostrën, sepse ne në mjekësi ligjore t'ju themi një çështje që ne kemi së bashku edhe prokuria do thotë luan rolin kuj këtu edhe etësia e policisë, kur e dimi që një vend, për shembull informacion kur kemi për ndonjë kujt që në filan vendin janë 4 persona ose 3 persona të vrarë. Për ati grupacionin e marrin për shembull analizat paraprake ato që ta manë të morte. Kur e dim që për shembull nëse kërkohen 3 mashkuj të këtyre moshave, në ato veç në vendin e ngjarjes e dim, do thotë, na paraprakisht një 80-90% e dim që është çaj grupacion. Por me ligj duhet të përmbyllet me analizë të Adënës. Unë jam i bindur, do thotë, që në institut ka persona të cilët janë qëndrojnë në institut, që po të japën edhe këto familje, jam mëse i bindur që do të identifikosh në një numër e tyre.